Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Fabiona Pasho. Ditën e sotme do të flasim për skemën e re të furnizuesit të shërbimit universal Pjesë Oshe Group për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të faturave të energjisë elektrike. Si fillim, unë juftoj të ndiqni insertin dhe më pas do të kthehemi me administratorin e FSHU, zotin Algert Luzi, për të na dhënë sqarime lidhur me këtë skem. Ndjekim insertin. Furnizuesi i shërbimit universal Pjesë Oshe Group ka nisur zbatimin e një skeme të re lehtësuese për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura nga faturat e energjisë elektrike. Nisma synon të jap mundësi qytetarëve dhe bizneseve të rregullojnë borxhet përmes marrëveshjeve të pagesës me këste. Skema aplikohet për detyrimet e krijuara deri më 31 dhjetor 2024 dhe u drejtohet të gjithë klientëve të furnizuesit të shërbimit universal, i cili furnizon pjesën më të madhe të konsumatorëve familjarë dhe bizneseve të vogla në vend. Përmes një akt marrëveshjeje me kompaninë e furnizimit, abonentët mund të bien dakord për një plan pagese të detajuar për shlyerjen graduale të detyrimeve. Një nga elementët kryesor të kësaj skeme është reduktimi i kamatvonesave për një pjesë të klientëve, një masë që synon të ulë barrën financiare për familjet që kanë akumuluar detyrime ndër vite. Sipas njoftimit zyrtar, një fokus i veçantë është dhënë kategorive në nevojë të cilave u jepet mundësia të lidhin marrëveshje pagese edhe për detyrimet e krijuara gjatë vitit 2025. Borxhet ndaj energjisë elektrike kanë qenë prej vitesh një nga sfidat kryesore të sektorit energjetik në vend. Në shumë raste detyrimet janë krijuar si rezultat i vështirësive ekonomike të familjeve, por edhe për shkak të penaliteteve dhe kamatvonesave që rrisin gradualisht shumën e faturave të papaguara. Sektori i energjisë në Shqipëri mbikëqyret nga enti rregullatori i energjisë, i cili përcakton rregullat për tarifat, furnizimin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas ekspertëve të sektorit, arkëtimi i faturave është një element kyç për stabilitetin financiar të sistemit energjetik, pasi të ardhurat nga faturimi përdoren për mirëmbajtjen e rrjetit dhe garantimin e furnizimit me energji. Nga ana tjetër, energjia elektrike mbetet një nga shpenzimet kryesore në buxhetin e familjeve shqiptare, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit ku konsumi rritet për shkak të përdorimit të pajisjeve për ngrohje. Në mungesë të alternativave të tjera të përballueshme për ngrohje, shumë familje mbështeten pothuajse tërësisht te energjia elektrike. Përmes skemave të pagesës me këste, autoritetet synojnë të ulin nivelin e detyrimeve të prapambetura dhe njëkohësisht u japin konsumatorëve mundësi reale për të rregulluar situatën financiare, pa përballuar menjëherë të gjithë shumën e borxhit. Ashtu siç edhe njoftova, kam në studio zotin Algert Luzi, administratori i FSHU. Zoti Luzi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Kemi të bëjmë me një skem të Oshe për shlyerjen me këste të faturave të prapambetura, të detyrimeve të prapambetura. Çfarë parashikon konkretisht kjo skem? Atëherë, ashtu siç kemi vepruar në vitet e fundit, shoqëria FSHU Pjesë Oshe Group ka menduar për të miratuar skemat e akmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste të detyrimeve të prapambetura. Në këtë vit, ashtu si kemi vepruar edhe në vitet e kaluara, ne kemi ofruar mundësinë që abonentët debitor të kenë mundësinë të shlyejnë detyrimet e tyre me anë të kësteve të vazhdueshme ose me shlyerjen e detyrimeve me një këst të vetëm. Sa qytetar ose familje përfitojnë nga kjo dhe nëse përfshihen vetëm qytetarët, familjet apo ka edhe biznese të përfshira? Atëherë, referuar statistikave të viteve të kaluara, ne paktën po i referohemi vitet të kaluar, ndërkohë që ishim miratuar skemat e akmarrëveshjeve vetëm në muajin korrik të vitit 2025 për shkak të kufizimeve ligjore në bazë të kodit zgjedhor. Vitin e kaluar janë nënshkruar rreth 4000 akmarrëveshje, ku prej tyre rreth në kategorinë familjar kanë qenë rreth 70% e këtyre akmarrëveshjeve. Ndërkohë pjesa tjetër janë... Pjesa tjetër janë të kategorive të tjera, të përfshira që është kategoria privat apo kategoria buxhetore ose jo buxhetore. Për cilën periudhë detyrimesh aplikohet kjo marrëveshje me këste dhe duke qenë se ju e thatë edhe që ka filluar të bëhet e përvitshme një skemë e tillë? Pra vetëm për 2024 apo? Po, parimisht, skemat e akmarrëveshje referohen kur duhet që detyrimi i vitit aktual ose i vitit më parshëm duhet të jetë detyrimi zero, pra përfshirë principal dhe kamat. Megjithatë, në lidhje me familjet në nevojë, ku përfshihen familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike, apo pensionistët, apo ato që përfitojnë ndihmë sociale, kempe etj me radhë,
ne kemi menduar për t'i lehtësuar barrën e tyre për të shtyrë detyrimet e prapambetura, që kushti kryesor për nënshkrimin e një akt marrëveshje duhet të jetë vetëm shlyerja e detyrimeve të vitit aktual. Pra, aktualisht jemi në muajin mars, duhet që fatura e muajit janar apo fatura e muajit shkurt të jetë shlyer dhe më pas çdo familje mund të përfshihet në të nënshkruar një akt marrëveshje. Pra, bëhet fjalë për faturat e prapambetura të... Kryesisht, skema e akt marrëveshje është menduar nga ana e shoqërisë tonë për t'i dhënë mundësinë edhe familje që tashmë kanë krijuar një debit të konsiderueshme dhe kanë të pamundur për ta shlyer në mënyrë të menjëhershme, por nga ana tjetër është dhe vetë interesi ekonomik i shoqërisë tonë për të shlyer këto detyrime. Pra, jepet mundësia të gjithë abonentëve debitor që kanë detyrime të prapambetura, kryesisht duhet të theksuar fakti që janë kryesisht kontratat që janë krijuar në vitet e mëparshme, sepse më vjen mirë ta them këtë gjë që debija aktuale apo e viteve të fundit ka filluar që të reduktohet. Pra, nuk është se kemi abonent të rinj që debitor që janë krijuar rishtasit së fundmi, por janë kryesisht abonent e vjetër që kanë, për shkak se kanë patur një detyrim të konsiderueshëm, nga ana e tyre ka qenë e pamundur që ta shlyejnë këtë detyrim në mënyrë të menjëhershme. Nga ana tjetër, kjo i shërben edhe këtyre abonentëve që ta shlyejnë detyrimin me këste pra në plan afatgjat, por dhe nga ana e shoqërisë tonë është interesi ekonomik. Sa mund të zgjas maksimalisht një marrëveshje me këste? Atëherë, nga ana e shoqërisë tonë është menduar mbasi një analizë të kryer që për sa i përket familjeve që afati maksimal për të nënshkruar një akt marrëveshje është 240 këste ose një periudhë 20 vjeçare. Kurse për sa i përket kategorive të tjera, pra privat apo buxhetor ose jo buxhetor, afati maksimal është në 10 vite ose 120 këste. Kjo është menduar duke marrë parasysh edhe nevojat ekonomike apo mundësitë ekonomike që ka secila prej këtyre kategorive. Pra, le të themi që afatet janë goxha të mëdha për qytetarët që të kryejnë edhe këto pagesa me këste për të mos u shndërruar më tej në një barrë më të madhe financiare. Pra, është menduar mirëfilltazi si një skem që ndihmon edhe sigurisht që mos t'i pengojnë në jetën e tyre të përditshme sociale dhe ekonomike. Përfshin kjo skeme dhe falja për reduktim të kamatvonesave, pra çfarë ndodh me kamatvonesat në tilla raste, duke ditur që pasi ka vonesa, automatikisht fillojnë edhe kamatvonesat. Do të përfshin apo do të paguajnë vetëm tarifën bazë që kanë pasur? Po, atëherë, skema e akt marrëveshje funksionon në këtë mënyrë. Pra, kemi mundësinë e nënshkrimit të akt marrëveshjes nga abonentët debitor në shlyerjen me këste, ku në principali detyrimet në këtë akt marrëveshje përfshihet edhe principali, por edhe kamata. Dhe abonenti vendos për ta shlyer në këste afatgjate. Kurse kemi edhe mundësinë tjetër që abonenti debitor mundet që të shlyejë detyrimin principal në një këst të vetëm, në këtë mënyrë ka mundësi të përfitojnë nga reduktimi i kamatës. Reduktimi i kamatës është menduar në bazë të kategorive të ndryshme. Për sa i përket kategorisë familjare është menduar që nëse abonenti shlyen 100% të principalit me një këst të vetëm, mund të reduktohet 70% e kësaj e kamatës që ka kjo kontratë energjie. Për sa i përket kategorisë privat është ndarë në dy kategori. Për kategorinë biznesi i madh mund të reduktohet 50% e kamatës nëse shlyhet 100% e principalit me një këst të vetëm, dhe për biznesin e vogël mund të reduktohet 100% e kamatës nëse shlyhen me një këst të vetëm. Zoti Luzi, kemi shifra sa është totali i detyrimeve të pashlyera deri më tani? Për sa i përket detyrimeve, mund të themi që kjo është një shifër dinamike e cila ndryshon her pas here. Por, rëndësishme për ne është që kemi konstatuar në vitet e fundit që detyrimi total i shoqërisë, për sa i përket abonentëve debitor, ka filluar të reduktohet në vitet e fundit. Kjo është një gjë e mirë për shoqërinë. A ka trajtim të veçantë për pensionistët apo familjet në nevojë në këtë kategori, duke qenë se është një skem e gjerë që përfshin disa kategori? Po, patjetër, ne mund të zgjerohemi pak në këtë pyetje, pasi skema e akt marrëveshjeve ofron disa mënyra shlyerje detyrimesh. Për sa i përket kategorisë familjar, në familjet standarde, le të themi, shlyerja e detyrime kësti minimal që duhet të paguaj çdo muaj një familje është 2800 lekë. Megjithatë, dhe kushti 2800 lekë të reja, ku kushti kryesor, siç e tham, është që duhet që viti 2025, pra viti para ardhës, dhe viti aktual të jetë detyrimi zero. Por, për sa i përket familje në nevojë, ku përfshihen si stashë kategori që cituam më lart, kemi menduar ne si shoqëri që të bëjmë një lehtësim
pra kryesisht edhe këst, edhe përsa i përket këstit, pra që nuk është më kësti 2.800 lekë të reja, por është 1.200 lekë të reja në muaj. Dhe nga ana tjetër, në portofolin e debit që ka kjo kontratë debitore për këtë familje, mund përfshihet në akt marrëveshje, pra nuk është kusht kryesor që të jetë shlyerja e detyrimit 2025 dhe 2026, por mjafton që të ketë detyrimi i vitit 2026 të jetë zero. Pra, në kushtet kur abonenti debitor i një familje në nevojë dëshiron të bëj të nënshkruaj një akt marrëveshje, të mos ketë një detyrim të menjëhershëm për ta shlyer, por të ketë një detyrim, le të themi, minimal për sa i përket vitit aktual, që të ketë mundësinë të nënshkruajë këtë akt marrëveshje. Pra duke marrë parasysh faktin që është një skemë që kryesisht ka efekt social dhe patjetër që nevojat për të lehtësuar këto disa kategori në nevojë janë më të mëdha. Ndërkohë, a mund të lidhin marrëveshje edhe familje të cilat kanë krijuar detyrime gjatë vitit 2025, sepse ju e sqaruat para shumë që kemi të bëjmë, duhet të kemë paguar vitin 2025 dhe 2 muajt e 2026 dhe pra detyrimet janë të mëparshme. Po me ata të cilët kanë krijuar detyrime gjatë vitit 2025, çfarë do të ndodhë? Pra, siç e thash më lart, detyrimi për familje që i përkasin shtresës në nevojë, kushti kryesor është për të shlyer detyrimet e vitit 2026. Megjithatë, ne kemi një përjashtim nga rregulli, le të themi, kur kemi të bëjmë me fatura që ne i quajmë sistemuese, ku përfshihen fatura akumuluese apo fatura që mund të ketë dalë si rezultat një testimi të matësit që është bërë nga operatori i sistemit shpërndarjes, ku nëse matësi ka qenë me matje me probleme, le të themi, i bie që këtij abonentit gjatë këtij muaji të gjenerohet një faturë po themi me një vlerë të konsiderueshme, sepse vetë matësi pa faj në abonenti, le të themi, nuk ka matur në rregull dhe ka matur më pak. Në këtë raste, edhe nëse është një faturë gjatë vitit, pra përveç se për shtresën e nevojë që nuk përfshihet në kushtin për të nënshkruar akt marrëveshje, por edhe për faturat të gjeneruar gjatë vitit 2026, nëse është në një nga këto kushte, po themi teknike, që është një faturë akumuluese apo është një faturë të estimaci, le të themi, mund ta përfshijë këtë faturë që është, le të themi, e konsiderueshme për këtë familje, ta përfshijë në shlyerjen e detyrimet në akt marrëveshje. Ndërkohë, qytetarët, ju keni pasur një fushat informimi lidhur me këto skema, pra si funksionon aplikimi, i njoftoni ju që kanë këtë mundësi, apo ata janë ata të cilët interesohen, pra si funksionon e gjithë pjesa e dokumentacionit për katës, për të lidhur një marrëveshje dhe për të shlyer detyrimet? Atëre, ne përpara se menjëherë sa për shmiratuar kjo skema akt marrëveshje nga organet drejtuese të shoqërisë, ne menjëherë kemi filluar një fushat publicitare në të gjitha mediat për të njoftuar të gjithë qytetarët. Megjithatë, çdo qytetar ka mundësinë që të paraqitet pranë sporteleve tona të kujdesit ndaj klientit, të marrë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me kriteret apo kushtet që i nevojitet për të nënshkruar një akt marrëveshje. Përsa i përket, po themi, abonentëve familjar apo çdo lloj abonente, çdo kategorie. Nëse bëhet fjalë për të njëjtin titullar kontrate, mjafton një ID për sa i përket kategorisë familjar apo një certifikat ekstrakt QKB-je për abonentët të kategorisë privat. Kurse vetëm në rastet kur abonenti që paraqitet për të nënshkruar një akt marrëveshje nuk është i njëjti titullar, duhet të bëhet lidhja, po themi, mund vi një qytetar për të nënshkruar një akt marrëveshje për një familjar të tyre. Mjafton të paraqesë një certifikat familjare që të bëhet lidhja ndërmjet qytetarit që paraqitet pranë sporteleve tona, apo dhe titularit të kontratës së energjisë, dhe pastaj menjëherë ai mund të nënshkruajë një akt marrëveshje për shlyerjen këtyre detyrimeve. A ka afate, pra një afat përfundimtar se kur mund ta kryejnë akt marrëveshjen apo është për gjatë gjithë vitit? Procedurat janë shumë të thjeshta, pra çdo qytetar mund të paraqitet pranë sporteleve tona, nëse paraqet, siç e thash, dokumentacionin e nevojshëm në bazë të specifikave që ka secila prej këtyre kontratave të energjisë dhe mund të nënshkruhet në mënyrë të menjëhershme. Kushti kryesor është që nga momenti i nënshkrimit të akt marrëveshjeve, duhet që qytetari këstin e parë të kësaj akt marrëveshje ta shtyjë brenda afatit po themi prej një jave dhe më pas të respektojë afatet në vijim. Ashtu siç mund të jetë një kontratë normale, po themi. Pra siç funksionon për shlyerjen e detyrimeve këst. E qartë. Po ka një afat pra për ta lidh për këtë skemë. Është gjatë gjithë vitit ata mund të vinë dhe të lidhin marrëveshjen apo ka një afat të caktuar? Skemat e akt marrëveshje funksionon në këtë mënyrë. Pra çdo skemë ka një afat kur fillon dhe kur mbaron. Afati maksimal përsa i përket skemave të vitit 2026 është në fuqi deri në datën 31 dhjetor 2026. Unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve ta shfrytëzojnë këtë mundësi që u ofrohet për këtë abonent të nënshkruajnë akt marrëveshjet e tyre në mënyrë që
në të ardhmen mos përballen me masa apo me sanksione, me ndërprerjen e energjisë elektrike apo të përballen me fatura që dërgohen në zyrën e përmbarimit për shlyerjen e detyrimeve, po themi me anë të ligjit. Zoti Luzi, unë ju falenderoj shumë për të gjithë këtë sqarim që i bët kësaj skeme dhe sigurisht edhe një thirrje për qytetarët që tashmë kanë një mundësi për të shlyer me këste faturat e prapambeturat e energjisë elektrike, një skemë që do i lehtësoj aq më tepër duke sqaruar ju faktin se sa të ulta janë këto këste dhe të gjithë tashmë e kanë mundësinë që të mos kenë më detyrime të prapambetura. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, ky ishte Inside News për ditën e sotme, natën e mirë.